Të zësh brumin me duar është e lodhshme dhe mërzitshme, plus shoqërohet edhe me shumë rëmuj më pas. Por përdoruesit e kënaqur të robotit Delimano pohojnë se përgatitja e brumit me këtë pajisje bëhet vetë dhe rezultati është i shpejtë dhe mahnitës në fund. Delimano Kitchen Robot, teknologjia smart në brendësi të kësaj pajisje, shton në mënyrë progresive lëvizjet rrotulluese dhe kështu përgatitja e brumit bëhet pa rëmuj. Me këtë robot unik kuzhine do të përgatisni brumin e përkryer për bukë, panine, ëmbëlsira, biskota dhe pica. Sekreti ndodhet tek lëvizjet në formë planetare, ashtu si një planet lëviz në trajektoren e tij rreth diellit, teksa rrotullohet edhe rreth vetes, po ashtu edhe boshti i pajisjes rrotullohet rreth vetes dhe rreth enës së përgatitjes gjithashtu. Këto dy lëvizje prodhojnë një brum me përzierjen e duhur homogjene dhe pa mbetje të miellit rreth enës. Roboti i kuzhinës Delimano, i fuqishëm dhe efektiv, me motor me fuqi 1400 watt, prodhon rezultate të mahnitshme në përgatitjen e brumit. Kur shtoni mielin pak e nga pak, gjatë përgatitjes së brumit, rëmuja është gjithmonë aty. Por me Delimano Kitchen Robot dhe falkapakut mbrojtës ndaj shpërhapjes së brumit, puna do të jetë më e thjeshtë. Vjen me motor të fuqishëm, 1400 watt, 4.5 litra endë për përgatitje, e përbër nga çeliku që nuk ndryshket, kapakun mbrojtës me ndarjen e veçantë që ju të shtoni ingredientët gjatë përgatitjes dhe pa bërë rëmuj. 3 aksesorët për trazim, rrahje dhe zënje brumi, plus 6 shpejtësi të ndryshme dhe funksione të panumërta të integruara në pajisje. Me robotin e kuzhinës brumi dhe kremi shndërrohen në argëtim. Kjo pajisje vjen në 3 koka të ndrrueshme prej alumini, për brum të trash ose të hollë. Në paketim do të merrni edhe kapakun e mbrojtjes për të mos bërë rëmuj gjatë përdorimit. Pse të prisni më gjatë? Tani në festa, robotin e kuzhinës e merrni me çmimin më të mirë, nga 22.990 lekë, tani për vetëm 9.990 lekë. Nxitoni!